Madje çdo ditë më shumë. Pasi avionet që bombardojnë rrugët, mbushin më të vdekur dhe... Durrës, vjeshtë vitit 1943. Shërbimi inteligjent i ushtrisë gjermane që ka nën kontroll qytetin ka të zona se aleatët. Mund të bombardojnë portin dhe cisternat e karburantit, duke shkatruar të gjithë qytetin. Duke deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme, ushtria urdhëron evakuimin e qytetit duke kërcënuar me eliminim të atyre që kundërshtojnë. Një roman i Gjergj Vlashit i nxitur nga ngjarjet e luftës së dytë botërore, me rrjet në teatrin kombëtar eksperimental në regjinë e Stefan Çapalikut. Vrasja në Vjesht është një roman i botuar në vitin 1996. Gjithmonë duket sikur veprat e mira botohen një kohë të keqe. Bazohet mbi një të vërtetë, konkretisht janë ngjarjet e vitit 43 në Durrës. Dhe është një person që është personazhi kryesor i romanit, që quhet Marian Shkoka, i cili vendos me jetu lirinë e vet i vetëm brenda qytetit Bosch. Pikërisht ky personazh më ka interesuar shumë, sepse është ky personazh i cili fillon avash të vizitojë tan shtëpitë Boschit të qytetit. Në fakt, nuk është se ne kemi vetëm vizatimin e një personazhi, ne kemi vizatimin e mënyrës jetesë të një qyteti. Me Mehmet Xhelili në rolin kryesor dhe Rafael Hoxhajn e të tjerë në skenë, shfaqja që vjen mbi dramatizimin e Çapalikut, na përball me absurdin dhe pyetjet e një individi që duke rrëmuar qytetin, rrëmon ndërgjegjet njerëzore si një i vetëm kundër të gjithëve e pa të gjithë. Ndërton një personazh i cili i ngjan shumë personazheve të tërësisë ekzistencialiste. Ne me këtë shfaqje dhe me shfaqjet e tjera që më kanë punu, jam përpjek gjithmonë të kthej aromen e një teatri serioz. Ne fatkeqësisht shoqëria shqiptare po fillon e percepton teatrin si një vend ku gajasesh, ku qeshet. E kanë shndrruar teatrin në një cirk. Ne duhet të mësohemi të vim në teatr dhe të shikojmë problemet tona, dramat tona, ta mbështesim mirë kurrizin për karrige edhe të shikojmë në një farë mënyre edhe veten tonë atje. Një premierë në teatrin kombëtar eksperimental gërmon ngjarje historike që përmes personazheve atipike zgjoj njeriun dhe teatrin.